Prandaj, ke kujdes. Pritë për Allahu Gjellëshanu, nga sa Allahu, se ti e bën diçka të shpërngen në shutish. Sa Allahu Gjellëshanu në Kur'an, e kush është ai që e bën një vepër vullnetarisht për Allah, e që Allahu pastaj t'ja kthej atë me shutish. Mëse hub këtë rast, mëse u mashtëro, përmbaju dhe qëndro këtu. Pra dijeni se tregtia me Allahun Gjellëshanu bën ashtu. Allahu Gjellëshanu ka dëshirë ti të bën për të diçka, e ai ty ta kthen me shutish. Dhe dije se Allahu Gjellëshanu nëse ta ka përtu në Kur'an diçka, nuk trahton kur Allahu. Gjithmonë një fitues, kurse kur të premton njeri, shefi, kushdo qoftë, edhe i pasur qoftë, ka mundësi me trahtu. Nëse është insan dhe drejt që i thot, leje se nuk vëngjon. Prandaj, keni kujdes, thuni astagfirullah, përgatituni, nga se nuk na dihet se Allahu Gjellëshanu si do të na merr parasysh nëse ne jemi inshallah të drejtë me Allahun Azza wa Jalla.